Teksa po bëhen afro 6 vite nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit të vitit 2019, familja Kola në Shkopet ende nuk e ka të përfunduar banesën. U deshën 6 vite që kësaj familje të ndërtohet shtëpia pas shumë kronikave televizive ku apelonin për ndihmë. Ndërkohë aktualisht shtëpia është ndërtuar, por ende nuk ka përfunduar e gjitha. Dile Kola thotë se autoritetet vazhdojnë ta gënjejnë pasivet e muret që atje kanë përfunduar, ndërsa nuk janë vendosur ende dyert e si dhe nuk është përfunduar tualeti. E moshuara shprehet se nëse në këtë dimër nuk do të mund të jetojë në shtëpinë e re, do ta ketë shumë të vështirë për shkak të sëmundjeve nga të cilat vuan. Dile Kola kërkon që të përfundojë sa më parë banesa pa nisur ende temperaturat e ulta. 6 vjet i bona Mlakështein. Edhe nuk kanë marrë masa hiç fare, po thonë gjon jo. Unë shi dimën suna kalema. I gjon do ta baj. Nja kam me gjigj. Kush do të jetë fajtar, 3 fajtar. Pak ne pa ne e hishun hala në qamet monit Mlakështeinat. Banes vjetër re, si shte kara tërmeti. A friksu me jenë së marrë gjuminat për zotën. Do t'i bim. Kanë ardhe kanë shiku, kanë vrëj, po do t'vim, po do t'i bim, e gjon jo. Po, ato më kanë lanë në bojen pa ndresh. Ku do t'dalin në fund nuk e di. To, si u dhejtë sa shteti. Hesh shkreti unë vesh, jam gjinë strubi. To pe i lashe, mi kanë shtu i lashet. Si se ka marrë Lakshtin shpeja. Mi kanë shtu i lashet në ma. Aktualisht familja Kola jeton në banesën e dëmtuar nga tërmeti dhe që është djegur më pas nga një zjarri shkaktuar nga shkëndija elektrike.